Me grafika, konceptime e zbukurime të ndryshme në ngjyra e dekore të shumëllojshme shfaqen kartolinat e urimeve të festave të fundvitit dhe zarfet e tyre, të cilat dërgohen nga institucionet shtetërore në qindra kompani, bashkëpunëtor, media, trupa diplomatik. Sipas nivelit të institucioneve, luhat edhe cilësia e kartolinave, të cilat për habi shpesh ja kalojnë edhe cilësisë së ftesave luksoze të dasmave. Një luks i tepërt bie në sy në mjaft raste, i cili gjithashtu është e tepërt të thuhet se ngjan i panevojshëm kundrejt menaxhimit të fondeve dhe buxhetit modest të qeverisë në mjaft aspekte të tjera. E teksa shohim kartolinat e urimit të mbërritura në redaksinë e News 7, të bie në sy ato të kryetares së parlamentit Josefina Topalli, të sigluara madje edhe me dorë secila prej tyre, ndërkohë që jo më pak luksoze janë kartolinat e zëvendës kryeministrit Ilir Meta, me përjashtim të faktit që ai nuk ka denjuar të firmos çdo ftesë, por e ka stampuar autografin e tij. Ndërkaq që veç mas zëvendës kryeministrit Meta, dërgon kartolina urimi edhe bashkëshortja e tij Monika Kryemadi. Më modeste shfaqen kartolinat e partive të vogla politike apo të disa deputetëve në veçanti. Pra, sa u takon formave të këtyre kartolinave, ato ndeshen nga më të thjeshtat e tradicionalet deri tek më luksozet. Kartolina jo më pak luksoze dërgojnë edhe Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive CEZ, apo edhe Prokuroria. Ndërkaq, në kontrast me këtë luks dhe larmin ngjyrash të kartolinave zyrtare, qytetet tona vazhdojnë të jenë me dekore të varfra e të vjetëruara, duke mos shfaqur atmosferën e duhur festive dhe shpirtin e festave të fundvitit. Sipas statistikave të disa kancelerive në kryeqytet, për 2011 janë blerë shumë më pak kartolina urimi nga njerëzit, të cilët duket se janë të përqendruar më tepër në dhurata më praktike, si librat, katalogjet me ilustrime, atlaset dhe lodrat më inteligjente për fëmijë. Gjithashtu edhe punonjësit e postës konfirmojnë jashtë kamerave se janë të pakt për të mos thënë fare nostalgjikët e kartolinave dhe telegrameve të urimit. Me sa duket, teknologjia, celularët dhe interneti kanë bërë që të dërgohen gjithnjë më pak kartolina.